Nasser Hasa, i lindur me 23 mars 1957, është një artist i veçantë i cili përmes pikturës ka arritur të ndërtojë një botë emocionesh, ndjenjash dhe përjetimesh të thella shpirtërore, që nga fëmijëria tregoi prirje dhe talent të rrallë për artin pamor. Mësimet e para në pikturë i mori në shkollën e arteve Shumatovačka në Beograd në vitin 1975, ndërsa në vitin 1982 diplomoi në Akademinë e Arteve në Prishtinë. Gjatë më shumë se 3 dekadave krijimtari, Nasser Hasa ka ekspozuar veprat e tija në shumë qytete të Europës dhe me gjërë, duke fituar vlerësime të rëndësishme nga kritiket e artit dhe publiku. Veçanërisht në Paris, arti i tij u prit me admirim dhe respekt të madh. Në vitin 1998 në Sallonin e Artit në Paris, ai u nderua me çmimin special, një vlerësim që dëshmoi nivelin e lartë artistik dhe origjinalitetin e krijimtarisë së tij. Pikturat e tija karakterizohen nga ndjeshmëria thellë artistike, harmonia ngjyrave dhe fuqia emocionale që përcjellin. Në to ndihet qetësia, reflektimi dhe një komunikim i heshtur mes artit dhe botës së brendshme shpirtërore. Çdo vepër e tij bart një atmosferë të veçantë, ku ndërthuren përvoja jetësore, kujtesa, meditimi dhe dashuria për njeriun dhe jetën. Përmes penelit, ai arrin të shprehë emocione të pastra dhe një estetik të rafinuar që e bën artin e tij dallueshëm dhe lehtësisht të identifikueshëm. Ekspozitat e tija janë hapur edhe në Itali, Amerikë dhe vendet e tjera europiane, ku arti i tij është vlerësuar si origjinal dhe me identitet të fuqishëm krijues. Kritika italiane ka cilësuar si një ndër artistët e huaj më interesant, ndërsa profesorët dhe bashkosit e tij kanë vënë në pat talentin e lindur për kushtimin e tij të jashtëzakonshëm ndaj artit. Veprat e Nasserit sot gjenden në koleksione private në vende të ndryshme të botës, duke mbetur dëshmi e një artisti që jetoi dhe krijoi me ndjenjë të thellë, pasion dhe përkushtim të sinqert ndaj pikturës. Përshëndetje miqtë e ekranit të televizionit të UTA, takohemi së bashku në emisionin Portreti me mua Jonida Trumen. Ne jemi zhvendosur në pjesë të jashtme, kemi lënë studion këtë javë për të marrë një tjetër historinë nga një person i veçantë, kështu mund ta quaj. Ai është Nasser Hasa, një piktor i cili do të na flasë shumë bukur për jetën e tij sot. Faleminderit që pranuat, jemi së bashku. Përmes. Nasser, unë sot kam vendosur ta bëj pak më ndryshe këtë bisedë. Nuk duam flasim vetëm për pjesën tënde, duam flasim pak edhe për pikturën, për artin. Në bisedën paraprake, të them drejtën, u impresionova nga mënyra se si ti e përshkruan artin, një dashamirës i artit, një vlerësues i artit. Përpara se të shkojmë te kjo, kush është Nasseri për gjithë shikuesit? Arti fillon qysh i vogël, qysh fëmijë, dhe kadal me punë, dhe mandej arti studiohet. Nuk je artist atë ditë që ke kry akademinë. Artist do të bash ma vonë me punë. Mas talentit e akademisë vjen koha me punu shumë, me ecë shumë, me pa botën, me pa muzume të matë maja, dhe mu përsos me punë të madhe për çdo ditë. Arti do të punë. Po arti t'i kthen tana mrapa. Në art ke kontakt me univerzum, ke kontakt me tanë botën. Sidomos në Evropë që si Franca, Italia, Spanja, janë shtete të cilët dhe konzumojnë artin shumë. Dhe kanë shumë muzeume. Kështu që edhe fëmijët e vegjël i edukojnë që është vogël. Si me rëndësia artit, kulturës në përgjithësi. Pa kulturë nuk ka përparim. Pa art nuk ka përparim. Arti është baza e tanë bazave. Po kur konsumohet në mënyrë pozitive, në mënyrë praktike, atëherë çdo gjë shkon mirë. Më tha që në moshën 5 vjeçare, rreth moshës 5 vjeçare, keni filluar me këtë vizion. Nga ku e morë botën vizionare të artit? Bota nuk mund të mu zgjedh. E ke me të leme. Ku talenti është me të leme. Dhe kështu që njeriu që e gjen vendin, atëherë ai lypet mu zhvillu, lypet me mësu prej mjeshtrave, batë ndajnë të renesansës edhe ma përpara, kështu që lypet
por çka lypet gjithmonë me rytë të ndërshkrimin e vet. Kush je ti? Ti me punu atë çka je ti. Jo me ken kopi e dikuj, me mësu për i mjeshtëve më të madh me një. Po ti me punu atë artin tanë, atë idenë tane, çka ke me zhvillu. Mandej ata shkojnë, arti e gjen rrugën vetë mandej. I lindur në vitin 1957. Në flisni pak për fillimet e jetës tuaj, si ishte jeta dikur në atë periudhë. Në këna qenë një grup më vogël. Bilal Nikezi, shoku jam i mirë, ka qenë i pari që ka shku në akademi. Mandej ka shku Rushdi Goga, masej kam shku. Pastaj ka qenë edhe një profesor, një Gjashnos Martini që na ka mësu në gjimnas një vjetë, më ka na pak. Kështu që ka qenë, na kena pas një kontakt shok, ulqinak, artista, dhe kena bashkëpunu shumë njëri me tjetrin. Dhe kështu që e kena majt atë frymën e pikturës në urqinë nga 30-40 vjetë. Tash, për fat mirë, na e në bashkanjit edhe piktorë të ri, Edini, Vaida, Mersiha, Jeta, kështu që janë, s'pej përmenim tanë. Edhe ata, në ekspozitën e fundit që kena pas, do qenë, unë kam qenë shumë i knaqën. Vetën lypet punë, talent, kajnë tanë, por da kushte dhe punë, se pa punë nuk ka artë. Shkollën fillore të mesme në përfundoni në Urqin? Në Urqin kam kry shkollën fillore, normal, kam kry 2 vjetë gjimnas, më kam shku në Beograd, kam kry dhe shkolla tjera, dhe gjithashtu kam qenë edhe në ateljen private në Beograd, një shkollë fantastike private. Pia të mandej kam shku në akademi dhe kam qenë unë Rushdi, kena qenë ke Muslim Mudiqi, ke profesori, Bilali ka qenë me Edini, ke Recep Feri, 2 piktor të mëdhenj, 2 njerëz shumë pozitiv, njerëz mirë. Dhe ne na kanë dasht, se kena qenë punëtor, jena veçu bajagi me kvalitet, dhe kështu që na kena di vetin shumë mirë. Për ndryshe, Kosova ka prunu në qenë një 4.000 diplomën për gjithësi, dhe unë e du mu falenderu në emër gjithëve tyre, edhe njëherë për atë mirë që na kanë napë, se është koha me vlerësu qanë. Si e përshkruni kohën e akademisë? Aja është koha ma bukur. Student, obligime, pak ke kohë për vedi, ke kohë për shoqëni, ke kohë për artë, aja është koha ma bukur, se nuk ke të rashe. Aja është koha studimeve. Po mbas përfundimit? Mbas përfundimit, atër lypet, është një kohë ku lypet mu stabilizu dhe me kërku vedin. Me kërku vedin dhe me jap artin e vetë. Po tash aja është pak koha ma vështirë, se shumë njerëz se nuk e humbin? Jo, nuk e humbin, po nuk bajnë kompromis, nuk harxojnë kohë shumë. Për fat keq, shumica marron në të degën e akademike, po arti është diçka ma i mëse akademimi. Dhe me thanë se lypesh me gjetë vedin, me stilin e vetë, me punën e vetë, me pas një dorëshkrim që ti me pas artin tënë. Aja është. Ju më tha që edhe pse ju është ofruar një punë në mësimdhënie, e keni refuzuar sepse doni të ishit i lirë. Rrethanat kanë kënë këtu, se unë, bas të kishe pas, për shembull, në familjen private, edhe unë kishe kënë profesorin, s'kishe pas mundësi me zgjetë. Unë kam zgjetë një rrugë tjetër që me punu shumë, mundet shumë edhe me pas një standard më të mirë që me pas kokë më tepër me udhëtu, ose projektet artistike janë shumë shtrejta. Ti më thatë vetë që ke qenë Paris, atje një rok punëtorit është për 1 ditë 2, kështu që janë punë të qarta. Na flisni pak, kur ka filluar, kur e mbani mend ekspozitën e parë? Ekspozita parë. Unë e Bilali këna kënë gati, Bilali është pak maj masë unë. Për ne 2, qyrë shkollë fillore kanë bas seksione. Pe përmen njerëzit që goj ko gojni që ka vdek Pavle Mashëmeviqin e Venka, Mehmet Aloja. Ata kanë ba për ne 2, se Rushdi ka qenë maj matë me vjetë se në Rushdi Gove. Kanë bas seksione. Dhe me thënë na këna fillu, unë e Bilali këna fillu qysh 5-6 vjeç me qysh në fushnjore. Ka pasnap mësim në Venka, Mashanović, vëllau saj ka qenë Pavli, aja thirrte vëllain, hajde me pa një djalë i vogël që piktoron, që viziton bukur. Në qitë, atëherë sërbisht edhe se kam ditë, se kam qenë i vogël, ne përpara këna shku 2 vjet në fushnjore, një shqip, një sërbisht, punë me gjugës, si me zanë gjugën. E vin taj, kështu që jeta jonë ka fillu me ekspozita që 5 vjeç në tabelë.
kështu ekspozita oficiale, kena fitu me ba mas akademise, normal. Dhe me thanë se vitin, unë e kam kryu me 82-shin, na kena fillu, mësene me ba ekspozita, unë e Bilali e Rushdi, shumë në të kokë, 82, 3, 4, 5, s'kena nalë, asë një kokë, deri në sëtë. Ka ndikim, me qenë se përmendëm mësimdhënësa, ka ndikim mësimdhënësi në shpalosje ndoshta të artit të vetë mëzënësit? Shumë dhe me thanë që kur ketë i kanë talent me ditë me imponu artin, që mas mu djekë në artë, me ditë me aduzu, si me thanë ty, se nuk mund është të pi një pmiut 10 vjeqarë me kërku me batë që ka batë dikush 50 vjeqarë ose. Dhe me thanë, mas parit me na botën e artit edhe dashnin për artë. Se me atë dashni, me atë qef për artë, ecin punë mirë. Se çdo artist e pagun koston e ranë, me edhe 4 mureve lypet me kalu shumë kohë. Aty e vetë në studio. Por se aty ke përhurën e bartë, ku i ke gjitha përgjej me i kërku vetë lypesh. Aty s'ka mim, aty s'ka profesore, s'ka shkollë. Ty lypesh ti vetë dhe vedi me luftu që me artë deri ke një farë kvalitetit. Me ushtru, se arti ka shumë dimensione. Ditonia, arti, talenti, puna, koncepti, ka shumë gjana. Kur i mëson tjeta gjana mirë dhe i ushtron mirë atyre, ecën puna mirë. Si keni arritur ta menaxhoni jetën familjare apo obligimet tuaja me këtë botën tuaj? Po me shumë punë dhe sakrifica. Mu më ka fillu dita ala sot në ora 7. Edhe sidomos kjo dega turizmit, kjo është punë gjithë ditën. Po për fat me familje vllau, familje jeme, e kena gjetë se edhe da ka punu baba, gjyshi, stërgjyshi këtë punë. Edhe këtu njësej është dashunia, përveç anës biznisit e këto. Se edhe turizmi ka shumë lidhje edhe martë. Për shumë vinë turistët e ku i shohin pikturat, interesohen, thonë mirë se shkojnë për shembull në shumë pika dhe nuk ka art, nuk ka pikturë. Ulqini lypet për kohën që vjen, me shfrytëzu momentin, me këta artistët e rinjë, dhe me ne që jena ma vjetër, me ba galeritë vogla, me ba muzeumet vogla. Ata tanë hynë në punën e turizmit dhe jetës kulturore. Nuk ka qytet në Spanjë, në Itali, që s'ka muzeum të vogël pi artistit lokal që kanë qenë, për shembull. Të folme edhe parë. Picasso, për shembull, në Paris ka si një piktor muzeumin e vetë. Por në një qytet në Spanjë janë muzeumet e vogla të Salvador Dalit, Picassos, mas flasim mere për klasikët si Goya, si këta të janë muzeume shumë të mëdha, Madrid. Kështu që lypet me fut edhe anën e artit në jetën turistike. Se turizmi është kulturë. Se ti kur shkon ti këtë mëson një qytet të shep dhe vivo, si me thanë, dhe mëson për një ditë ma tepër se tanë jetën me libra që ke lezu. Shkon në Dubrovnik, knaqesh. Ti mundesh me parë në fotografi Dubrovnikut, po ti nuk e shion, nuk e min. Kur shkon atje, ti e min. Pse është Dubrovniku i bukur? Pse është arti? Çka është baza e arkitekturës? Vizatimi. Dhe me thanë që arkitekti ma parë vizatat me laps. Dhe realizohet objekti. Kështu që, pa art nuk ka gjatë bukra. Dhe nuk ka humanitet në arkitekturë. Shtëpijet e Ulqinit, qytetet në rreth, kanë qenë shumë bukra. I kanë punu njerëzit e vegjël, po i kanë punu me shije, estetik. Kanë qenë shtëpia humane, kanë qenë shtëpia ku i shjetu me energji pozitive. Kurse sot, na myti betoni dhe natyra ku është. Ku e ekspozoni artin tuaj? Prej Ulqinit deri zdijës vetë ku ma, deri Francë, Itali, Gjermani, Austri, në Amerikë, gjithë këtë. Si keni arritur në këtë rjetë? Po, arti e gjinë rrugën vetë. Ashtë kur ke një fillim mirë, ato shon njëra pas tjetrës. Tash ishim këtë vit këna qenë shumë ekspozita me Bilani, me Medinin, e në Prishtinë, e në Sarajevo, e këtu në Tivat, e këtu. Vetë pas më të ekspozita. Edhe para 2 viteve këna kalu shumë mirë në Austri, dhe këna qenë mysafir të qytetit. Gjithë qyteti ka ardhur me na përshëndet. Dhe me thënë dhe kryetari i bashkisë, ishtë architekt famos, për çdo ditë ka ardhur në hotel me mu shoqëru me ne. Ka da kohë ata ditë sa kanë qenë atje dhe na është bërë një respekt shumë i madh. Dhe është një shembull pozitiv se na mundën me mësu prej tyre. Është puna. Në tregoni pak
Sa vende keni arritur të prekni me artin tuaj? Me qina vende, s'pa i përmendin se Evropa ishte madhe, kam qenë shumë vende. Shumë. Sidomos ta pikat që janë ma Rome, Parize, këta Amsterdam, kam qenë shumë herë. Po, kudo që shkon njeriu, gjen pikat bukra. Kam pas qillu në Stuttgart, dhe kisha dëshirë me dalë pak në shëtit. Dhe qytetet vogla si Felbahu, ata janë qytetet që janë në UNESCO. Qytetet që janë ndërtu para 100 vjetëve, si fshatrat vogla, pa qytetet. Aq janë interesant, se ata janë në mbrojtjen e UNESCO, se atjes nuk guxon kërkush një drejtare me ndru, pas e mur vesh me institucionet dhe këto. Dhe kështu që, edhe na, kena një kala fantastike, i lire, vjetër, një ndër kalat ma të vjetra. Si kujdesën e na për kalan tonë, si e rumë na kulturën tonë. Në kala mundën mu ba galeri, jo me na i falë, që nësë kene nevoj me na falë, po artistat me ekspozu, me pas një pikë kulturore për verë, për dimën, jo me pas marre, me në ardhë dikush s'kena ku me ba një ekspozit, ne i bam ekspozit atë të shtëpia kulturës. Aja shumë regull, po nuk është për artë, nuk mundesh ti në hollë me ba pikturë, në rrugica aty. Me thanë se, momentalisht i kena këtë kushte, pa lypet me menu për të ardhmen, me dalë pi kësaj formë, me zgjanu, me pas arti ma tepër, jo vetëm piktura, baleti, filmi, teatri, tanë, se unë kur flasë për kulturë, nuk mendoj vetëm pikturë, mendoj në tanësi. Kështu që, na atëherë do të pasurohena si qytet me një teatr, me një artë. Kështu që ne na lypet me ecë përpara, se kena, të shtat artistët e ri, janë i du mëdhimen, nuk ka financa, ku me shku? Nuk mundet artisti me rogë profesorit me shku me mba ekspozit në Rome, në Paris. Kushton roga për një ditë atje. Aty ka menaxhime, aty ka shumë shpenzime, ka shumë telashe. E kështu që shoqënia dhe institucionet tona munden me mësu njerëzve, me 100% po, me jap një avantazh që ata njerëz mos me hub shpresën, mos me hub qefin, e ecë më gjatë. Një vjet me çu një artist, vitin tjetër një artist tjetër. Kështu që mi jap jetkuj shansën që ata njerëz mund mu zhvillu në jetë. Ata bajnë kompromis, ata punojnë në shkollë me shumë rroga të vogla. Tash flasim haptas. Se unë pa flasim se gastronomia, një kamajere ka rrogën dopjo sa një profesor. Aja punë. Si i duket e punë. Kështu që lypet investime, lypet dije, lypet takt, lypet durim. Lypet se njerëz pasionohen me kulturë, edhe qytetarët pasionohen me kulturë, se kur e çon ti fëmijën e vogël në muzeum, ai din me dallu kvalitetin, estetikën. Nëse ai s'ka qenë jetik, çfarë din ai me dallu ai thot fotografi, ky thot kështu këtu. Kështu që lypet me punu me edhe me fëmijët e vegjël, që me kulti i artit, me qenë prezant. Sa mendoni që Ulqini e ka këtë vizionin artistik? Ulqini e ka vizionin artistik. Ulqini është qytet i vjetër. Dhe në kartat e Ptolemeut, para erës son, është Ulqini. Në thënë, Ulqini është më i vjetër se Roma, më i vjetër se Berlini, më i vjetër se Parizi. Po çka? Në thënë se lypet një kontinuitet artistik dhe kulturor. Njerëzit me ditë me rujt vendin e vetë. Nuk mundet dikush kala, me punu në kokën vetë. Ata janë projektet, ata janë pa kërkimit arkeologjike. Dihet eksakt si është duk kulla bashave, si është duke. Në më thanë që në drejtim lypën me shku, me restauru, me rujt kulturën dhe me materializu. Ulqini, si Ulqin, se këtu njerëzit kanë njerëz të lashe tjera, standardi, jeta, problemet, pa marrë parasysh lypet njerëzit mu eduku në anën artistike, kulturore. Sa duhet një piktor? Sa vite edukimi duhet një piktori për të arritur kulmin? Një jetë e komplet me arrit kulm. Çka është kulmi? Kulmi është kategori abstrakte. Në art, titulla më lart është maestro. Kur të dikush maestro në Romë ose në Paris, me thanë, është pika më lart, jo doktor, profesor, doktor i shkencave, në art është diçka tjetër. Ke pas rastet e shumë piktorëve famos genial, që në kohën e vetë nuk kanë kënë, si me të tanë, çmum. Van Goghu, disa tjerë. Po, sot,
kanë muzeumet e vetë. Edhe Van Gogh njësej ka në Amsterdam muzeumin e vetë. Van Gogh, ai ishte holandez. Me thanë, 200-300 metra afër muzeumit Van Goghit është edhe muzeumi shtetënor. Aty ku është ku merr pjesë Rembrandti. Për mu është piktori më komplet në historinë e njerëzimit. Për mu personalisht, ka dikush që adoron Rafaelin, unë se kam pas fatin me i pa për zgjallit, ata punimet e tija kam qenë disa herë në atë muzeum, mund me të tanë që aty kam një farë emocionit posaçëm. Se unë kam pa, jam bisedome edhe parë, kam qenë në Louvre 100 herë, kus kam qenë. Aty kam pa diçka një art me një dimenzion 6, kaj artist. Dhe Van Goghu ka qenë, s'ka keni njoftur, ka pas laun mjek. Po i ka pas da probleme me anën psikologjike. Sot është një ndër piktorët më shtrejt, sot. Dhe me thënë, nuk është kur ajo, ose El Greco, për shembull, që ka qenë 500 vjet ka qenë në një bazilik, punimet e tij kanë qenë të mshehuna, ka ra internet, ka plasë i muri, një pastore ka pa dritën, kanë qartë murin, kanë dalë pikturat e El Grecos. Sot El Greco është në Louvre. Dhe sot janë punime që shteti ka probleme, janë shumë shtrejta. Dhe me thënë që arti ishte rrugë të çuditshme. Ajo çka është për shembull, ose impresionizmi para 150 vjetëve, s'ka qenë shpirt ndal. Sot është shpirt ndal. Po artisti i vërtet e njeh artin. Edhe artistat e vërtet e njohin artistin e vërtet. Atë e minë atje, është nuk mundesh me fjalë me shpjegoj këta gjëra, po është një farë empatie, një farë emocionit me të cilin ti dimenzion psikologjik me të cilin ti komunikon. Për shembull, na jena profesional. Hyj një muzeum, unë s'kam nevojë me lexuar atje cili artista ka pikturi, unë di cili artist është ai, se e njeh në mënyrën e punimit. Kjo gjam ka ndodhur në Stuttgart. Më shkoj me vizitu djalin e Dajës, një ditë bukur, shoh një muzeum aty Maja e Bregut, shkoj atje. Ato vinë ata 4 gra, moshme. Thot, ky është ai, them nuk keni nevojë. Po i them tash unë ju i them kush është, kanë me ata çuditën. Po ti thot ai gastarbeiter, punon në Gjermani, jam marrë them se unë di gjermanisht e mirë. Jam marrë them unë sem punon në Gjermani. Ja, thot ti punon në Gjermani, thot se si e di ti të kaq mirë gjermanishtën. Po i them ja rrit për me Gjermani punoj me ata. Ecim na, i kena turke vetura 30 metra. I them, ky është. Kanë me ata. Ti e tha i pari njeri për i marrë zi që ka hy këtu, këtë muzeum. Po sa kohë i kushtoni sot? Tash, unë tash, në këtë mosh, unë mundohem maksimalisht, po tash nuk ka të bëj edhe, por të koha, koha është faktor, po aja çka don ti, atë çka don ti me realizu, kur, është nuk kam qef me fol për veti që e mjeshtër, po puna kur ke përvoj, edhe kur ke dije, ti punon shpejt, kur je shumë i ri, ti punon ndryshe. Me kohë, çdo gjë paloset, aftësia për me realizu ma shpejt e ma këtë, këtu që përvoj e madhe lypet, e sa e përvoj, del edhe puna dhe kvaliteti. E dikur përna ke pas një muj ditë me bëha një pikturë, si në akademi për shumë. E sot, ka pikturë që mundesh me bëha për 5 ditë, a ka pikturë që lypen 5 vjetë. Është varet, çfarë gjenie e artit, çka do me arrit, arti modern, arti real, arti klasik. Ata janë, arti klasik dënë kohë, se është figuracion, dënë kohë shumë. E kurse arti, si me të tanë, modern, do në dije, edhe i dënë kohë, po janë mënyrat ma të shpejta për me realizu disa gjana. Në tregoni ndonjë eksperiencë gjatë ekspozitës e pikturave tuaja në një vend huaj, si e keni ndjerë vetën ndoshta kur dikush ju vlerëson artin tuaj? Në 98-ën kam pas një ekspozitë Paris. Edhe vinë disa persona, unë gjuhën franga nuk e di mirë, pa di tjerat, por çka atje njerëzit tanë vinë me folë gjuhët huaja. Vjen një ekip pej operës, disa persona. Opera është në Paris diçka shumë në çmim nivel. Edhe ata bisedojnë me galeristin, edhe tash stojnë 1, 2, 3 tash në ata parë. Unë tash aty faktikisht jem piktor për Ballkanit, anonim.
ata thonë, done me blek, këtë done me blek. Tjenë në 13 jali kë pronari e saj. Nga se thotë, kishte mundash të me qu të shmime pak, thotë se këta dojnë me di blet tanë. Atëherë ishte pak kohë, ja mirë të na, se luftat e prallat e krizë. Mërë të mundë me tanë drejt, unë do këteme s'mund bishit as kur gjë, zero. Unë me tanë drejt ishe i knaqën me një, ajo ishte një shumë bajagi e mate, për disa vjetë. Dhe mirë, ta besa, për kohë shumë shkurt për 2-3 ditë, u ble komplet ekspozita. Dhe atje në Paris janë disa gazeta, bulletin special artistik, në 10 e vitit, për shembull. Çka ka ndodhur? Në mujin, unë kam qenë aty dhe vetë, ka qenë mars atë cili muj ka kënë. Çka ka ndodhur në Paris në mujin mars? Çka është më, si me thanë? Thot muj, që ka gëlin, çka thot, nesër ka me dalë gazeta, çka blej, thot, i ke atë ishte ka art Paris, Paris Kultur, janë atë 3 që janë kështu famoze për botë. Ka me darë thot emri dhe ka me qenë thot që me thanë lodhia ma interesante në këtë muj në botën pikturës, artit. Të shumë si, për mu kanë qenë gjatë reja, se ka marrë për një vendit vogël. Unë shohi bleva ato, që aty dhe shaf aty, emri jem, tanë, dhe bukur, filan galeria. Më thot muaj, franqezi, thot, a kuptan, thot ti, për shka bat fjallë, thot. Thot, sa më mërta. Shika, thot, këtë rruje, thot, për tanë jetën. Se këtja ishtë thot shumë rëndësi për ty. Ma ndeja ty kanë fillu masanera, se kur kam shku me ba ekspozita tjera, ata e kanë ditë tanë, se ata për sjellin, i kanë kompjuter, i kanë tanë për ty. Kam shku me ba ekspozita. Ajtë thot ty 6 muj me prit. Kur e shefit se ti ke suksesin, ajtë thot, kur da ti me ekspozu? Thot ty. Sa mund këtë arma. Ajtë, për shemë, për 2 muj, 3 muj. Se me thanë, ekspozit i dënë një 6 muj minimum që me ba konceptin e saj, me ba filosofin e saj. Tash në vam ekspozita këto. Ka punimet, vërnë burë punimet, herë bam katalog, herë bam katalog. S'na bjen me nga musafirit një gotoj, një gotë sok, ata nuk kushtojnë. Dhe me thanë, tanë ata gjana janë në botë. Shkulturë ndoshta vetë qytetet. Po bëhet qamet, një gotë Coca-Cola, një gotë... Dhe me thanë, dhe gjana lypen e mi mësu, se edhe ajë mësafir që ka artë, ka nërë dhe punë mengut. Edhe ka qef me pa artin e vetë, do qytetarë, për shemull, ka qef në vend vetë me pa artë, kulturë. Se shkonë në tanë, botën shefart, në vend vetë s'ka artë, edhe një kompleks, vedin, edhe një keqë. Do që... Po merë një frymëzimi? Frymëzimi vjen vetë detjut, 20 lampa, belat flen ideja në ky 2-3 vjetë. Është një për gjithmonë me pas diçka afër një lapse, një copë letër, me ba një skicë, si me robnuat idenë. Pastaj pi asaj ide, masena filloj me dalë burime tjera. Dhe me thënë, aja ma parë vjen provokon diçka ty, trunin tënë, habitusin tënë, si me ta kështu, provokon. Edhe ti atë mandej, pasuron. Me koha ja fillon vetë. Kur fillon ti me punu, mandej aja fillon me marrë formën e vetë. Është pak mënyrë prapë psikologjike, se logjika nërtë ti nuk mundesh një pikturë me fjallë me e spjegu. Kur e shem analizën, ti thu ishte bukur, kështu. Pa prep me fjallë ish pak atë shkanin ti e minët e ose në piktura tjera. Se ka shumë gjeni në botë, ka gjeni në Qina, që kanë punu për Spanja, për a marim Tiranën, unë kam qenë piktori parë për diaspore që kam marrë me natë dyshit kam ekspozuar në Tiranë. Kam ba kontakte me profesorët e vjetër, me shumë artistat mirë. Kam hyrë në Tesar, në podrumet e muzeumit atje. Kam pa vepra fantastike, për shembull për një piktorit genial, Sadi Kaceri, që ka qenë studenti më i mirë i Akademisë së Arteve në Paris, për tjerëve. Dhe me thonë se edhe s'ka është e voje me shku lërkë, që edhe tullë Cetinje ka veprat mira, në Tiranë ka veprat mira. Në afer, njerëz tonë shkojnë në Shqipni, ose në tullë Cetinje, nuk shkojnë me pa muzeumin. Pse nuk i ka i doku dikush ata, edhe aj që u të heqë, nuk i thot me shku në muzeum, sa i nuk e dhe vetë që ka ishë muzeumi. Kështu që lypet këtë botën e artit me menaxhu njerëz të artit.
ata mas mirë din. Në kena, për shembull, Odisej Paskali, ka qenë ai që ka punu së Dërbeun, atë statun. Ai ka qenë zanë si Ravanol. Kur është bërë konkursi botnor, ka qenë bërë i Zok, ndash me ena italianëve mi punu. Ka thënë italiani, qa ma nepni mu, është shqiptari e punën ma mirë se unë. Dhe me thënë, s'ka pas kompleks, edhe pse ka qenë profesori Odisej Paskalit. Edhe që sot ai Skënderbej është në New York, ishtë në Rome, ishtë në Shqipëni, ishtë në disa pika në Kosovë. Ata janë kopje këta të janë. Du me të na për shembull, dhe me thënë edhe piktori, skulptori i vendit, famos, genial. Kështu që ne shqiptarëve se në thënë ka me ngu kur mi shtërdy ku për ardë. Kena shumë Karpaci, Selenica, vllazit Onufri, pa ta faktikisht e kanë mësu Evropën me piktoru. Shqiptarë. Ata gjanë nuk e din njështë tonë. Që tash edhe parë, është një piktor në dhomin italiane në Louvre, aty para se shkohet ke Mona Lisa, se janë 3 pjesë, është piktor vllai papës, Francesco Albanit. Ai ka qenë papë 1721. Vllau ti, piktor famos, quasi italian. Jo, mos, sa është italian. Me qenë italian s'ka problem, është shumë piktor i mirë. Po shqiptar. Këto janë gjana që dypet kërkim, edukim, punë. Ndryshe s'ka, arti do punë. Ja fjalë shumë, tanë punë. Historianët këtë merren me shkrime, këtë ta vlerësojnë. Duhet kaloj pak të një pjesë tjetër. Nuk di se sa jeni dakord të flasim pak për pranën familjare. E tregoni sa fëmijë keni. Dy djenë me një vajzë. Jem shumë i kënaqur. Vajza martuar, djani martuar, tjetri i pejuar, kështu që jena shumë rregull. Ju ke dhënë gjithëve shkollën? Shkollë ka shku, dikush e ka kry, dikush e ka kry. Shkollë i kam shku. Po atë çka është më me rëndësi, ata kanë jeta është turizëm. Sa i përket aspektit profesionalit të turizmit, ata janë shumë rregull. Po edhe ata njësej lypen me mësu ta jetën, se edhe turizmi, edhe shkenca, do gjatë dënë me mësu. Për çdo ditë lypen me mësu, se ka bota ecën para, ndrohen konceptet e gastronomisë, ndrohen konceptet e turizmit, ndrohet, dikur ka kenë me shku stacion me marrë turistë, është s'ka ma, të shanë internetat janë full tjera, janë TripAdvisorat, Googlet, është sa të tanë bota është në një kompjuter. Kështu që ti me aparat komunikon me tanë botën. Flasë ke përmbushur qëllimin si prind tek fëmijët? Nigo, unë mendoj që po. Nuk munden fëmijët tonë me jetu si dëshirojmë na. Ata gjithë kush ka autoritetin e vetë. Dhe me thënë ata lypen me jetu jetën e tyre. Po, normal, se nuk është të tanën djali një muzikistit ose një piktor që li është ba piktor. Në qofë se ke dëshirë, ke tanën t'i bash piktor. Dhe me thënë se imponim aty nuk ka. Ata jetojnë një jetën si kohën e sotit, funksionojnë super, dhe janë në rregull. Unë jemi kënaqur. Me qenë se të kaloj tash tek një pjesë tjetër, me qenë se përmende teknologjinë, mendon se gjeneratave të reja kjo teknologjia ju fik pak ndoshta botën e artit? Jetë nuk mundesh me fajsu kur dikën për disfat. Gjithmonë fajso vedin. Në qofë se i pas një projekt, s'ka e s'puna mirë, masi le faj dikuj tjetër, fajnë e vedin. Filozofia në jetë është me vedi, njerë më marrësh me vedi tënë, kush jeti, si jeti, qka do në ti. Në qofë se ti din, qka dhe me ba, ku dhe me shku, punon për atë gjë, e meriton, zoti shef, dhe ati që e meriton, janë. Atë e punë. Dhe me thanë, nuk ka gjë gratis, nuk ka gjë lypet, që tonë në nëllqin me jabanu izmetin. Kur jabanu izmetin, kur je korekt, edhe zotit një men, a e shtanë në lidhën. Nëse rënd të falenderoj shumë për këtë bisedë. Falem nështë dhe jove, se një kohë gjatë, na për intervist për urqinin tonë. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë që jeni sot me mua në këtë emision. Gjithashtu dhe juve, faleminderit. E përshëndes urqinin tonë, komplet.
Falenderoj edhe shikuesi që qëndruan me neve këtë minutazh në emisionin Portreti. Deri tek takimi i ardhshëm i sënës, mirëmbëjtje.